Në fillim të shekullit të 20, trojet shqiptare ishin ende në studimin e perandorisë osmane, një popull i ndarë në vilajete, i shtypur nga taksat, nga reformat e dhunshme, dhe i kërcënuar nga coptimi i fuqive ballkanik. Por në verë, në malet e thepisura të Hotit, Grudës, Kelmendit e Kastratit, ligjej fryma e lirisë. Aty ku ligji e bënte kanuni dhe fjala e marsorit kishte peshë më shumë se çdo dekret perandorak, po përgatitej një shpërthim që do të trondiste gjithë rajonin. Pas vitit 1908, me ardhjen në pushtet të Gjon Turqve, shqiptarët prisnin reforma, liri dhe të drejta kombëtare, por ndodhi e kundërta. U shtuan taksat, rekrutimet, represion. U mbyllën shkollat shqipe. Fiset malësore duhet të dorëzonin armët, gjë e papranueshme për fiset e Hotit, për Grudën, për Kelmendin, për Kastratin. Malësi nisën kuvendet e një pas njëshme. Kuvendi në Trabojin, kuvendi në Rapsh, kuvendi në Grudë, kuvendi në Selc. Fjala qarkonte shpejt, malësia nuk do dorëzohet. Liria nuk blihet me fjalë, liria fitohet me pushkë. Dhe në qendër të këtyre kuvendeve qëndronte një figurë e fuqishme, Det Gjoluli. Det Gjoluli i Hotit, i rritur në një familje me tradita të thella adetare, ishte njohur si burr i urtë dhe trim i pathyeshëm. I kishte përjetuar masakrat në 1880. Ishte djegur shtëpia e ishte vrarë i biri nga forcat osmane. Por deda nuk u thye. U bë simbol i rezistencës. Simbol i stocicizmit shqiptar. Ai nuk kërkonte pushtet. Kërkonte vetëm liri, shkolla shqipe, njohjen e kombit shqiptar dhe autonomi. Kërkesa minimale për një popull. Ishte derdhur gjak ndër shekuj. Në mars të vitit 1911, në ngjarje ndezi flak. Forcat osmane pastisën shtëpitë e Hotit dhe Grudës, kërkuan armët, morën të rinj për ushtri, dhe arrestuan disa prijes lokal. Kjo ishte thyerja e fundit. Më 24 mars, malësorët e Hotit u mblodhën në Trabojin. Det Gjoluli, foli shkurt, kemi duruar boll, po e pushkës ka ardhur. Dhe në ditët që pasuan, shpërtheu ajo, që do të njësi kryengritja e malësisë së madhe. Forcat malësore sulmuan postat osmane, morën armë, dogjën magazina, dhe u përplasën me njësi të dërguara nga shkolla. Sulmet ishin të shpejta, të organizuara, të saktë. Mbi 3000 luftëtar malësor hynë në betejë. Kulmi i kryengritjes vjen më 6 prill 1911 në malin e Deçiqit. Nga betejat më të rëndësishme shqiptare të shekullit 20. Forcat osmane ishin më të shumta, artilleri, pushkë moderne, trupa të stërvitur. Malësorët ishin të pakët, me armë të thjeshta, por me një moral që s'u thyen të askush. Beteja zgjati orë të tëra. Tropat osmane godisnin pozicionet shqiptare, por malësorët vjonin të sulmonin me mënyrat e tyre të lashta, goditje të shpejta, sulme krave, lufta trup me trup. Në mes të tymit dhe krismave, Det Gjoluli dha urdhrin historik. Ngjituni, flamuri pret. Dhe kur forcat osmane u tërhoqën nga të përqast, nipi dedës, Peter Gojçaj, mori flamurin e kuq me shqiponjën e zezë, flamurin e Kastriotit, dhe u ngjit drejt majës. Aty, pas 500 vitesh, flamuri u ngrit sërish në malin e Deçiqit. Malësorët thirrën të emocionuar, rrofë Shqipnia. Ky ishte momenti simbolik i rilindjes shqiptare. Ngritja e flamurit pasqyrua në gazetat e Europës. Dhe për herë të parë, çështja shqiptare u bë temë ndërkombëtare.
shtypi Romës, Vienës, Parisit, Londrës, shkroi: "Shqiptarët po luftojnë për liri, do t'i mbështesë Evropa." Në këtë kohë, në Çetin dhe Podgoricë, patriotët shqiptar punonin për diplomaci. Në Podgoricë erdhi edhe figura e madhe e Rilinjës, Luiq Gorakuqi, i cili hartoi dokumentet, kërkesa dhe platforma politike. Evropa po e kuptonte se shqiptarët nuk ishin më një popull i heshtur. Ishte një popull që kërkonte të drejtën e tij historike. Më 23 qershor 1911, në shpellën e Greqës, në Malsi, u mblodhën prjesit e të gjithë fisëve. Ati u miratua memorandumi i Greqës, i njohur si një nga dokumentet më të rëndësishme politike shqiptare. Pikat kryesore të tij: njohja e kombit shqiptar, shkollat në gjuhën shqipe, administrat me shqiptar, heqja e taksave të padrejta, lirimi të burgosore politik, vetë administrimi lokal, e drejta për të mbajtur armë. Ky dokument u dërgua në Kancelaritë e Evropës. Ishte kushtetuta e parë shqiptare. Perandoria Osmane përpoj të shuante revoltën me ushtri të reja. Por tereni malor, taktikat guerilse dhe mbështetja popullsisë e bënin të pamundur shuarjen në plot të kryemlitit. Malsorët e Hotit, Grudës, Kastriotit, Shkrelit dhe Kelmendit rezistuan deri në fund të verës së 1911. Edhe pse nuk ishte një fitore ushtarake totale, ishte një fitore morale e jashtëzakonshme. Kryengritja e Malsisë së Madhe ishte krijuar një fakt të kryer: shqiptarët kërkonin shtetin e vet. Ajo u bë preludi i ngjarjeve të mëdha që do të pasonin. Kryengritja e 1912 në Kosovë e Shkup. Shpallja e pavarësisë në Vlorë në 28 nëntor 1912. Flamuri i ngritur në Deqir ishte paralajmërimi i flamurit që do të valvitej në Vlorë. Kryengritja e Malsisë së Madhe nuk ishte vetëm luftë, ishte thirrje për dinjitet, për gjuhë, për identitet. Emri Det Gjolulit kthye në simbol të mbrojtjes së flamurit dhe atëut, burrat dhe gratë e Malsisë. Vetëm në histori si shembull i lirisë që nuk blihet me kompromis. Flamuri i ngritur në Deqir ishte dëshmi se populli shqiptar, pavarësisht plagëve, nuk ishte humbur kur besën e lirisë. Në 6 prill të vitit 1911, nuk ishte një ditë e zakonshme. Mbi majën shkëmbore të Deqirit, në zemër të Malsisë së Madhe, një dorë shqiptare ngriti përsëri flamurin e Kastriotit, pas më shumë se 432 vjetësh.